Ebu Hanifeja dhe fëmija. Një ditë, Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, me disa shok duke shkuar në xhami, e pa një fëmijë i cili merrte abdes, dhe lotët i shkonin sikur lumi duke qarë. Kur e pa Ebu Hanifeja, ju afrua dhe e pyeti: "Pse po qan o djalosh?" Ai tha: "O Imam, më lër në gjendjen time, kam hallin tim." Imami këmbënguli të di hallin e djaloshit që ta ndihmoj, andaj ai ju përgjigj: "Lexova në Kur'an ajetin ku Allahu thotë: Friksohuni nga zjarri, që lënda djegëse e tij janë njerëzit dhe gurët, është i përgatitur për jo besimtarët." Ebu Hanifeja, për ta qetësuar fëmijën, i tha: "Po, kjo është e vërtetë, por ti je ende i vogël, ende je fëmijë, e ky ajet nuk ka të bëjë me ty." Po, o imami ynë, tha fëmija, "por, kur dëshirojmë të ndezim zjarrin, a nuk i vendosim drunjt e vegjël në fillim që të ndizen të mëdhenjt?" Ebu Hanifja u shtank për momentin dhe ju drejtua shokëve: "Pasha Allahut, ky fëmijë i friksohet Zotit më shumë se sa ne."